statuse ose këto shkrime, kështu që se marrë shumë për ofendim. Edhe për ndryshe edhe drejt për drejt ka ndodhë që kanë thënë, do më thënë fjalë tilla, po nuk ja lënë rrafsh. Është kjo një lloj detyrimi, apo vjen natyrshëm të përballësh, debatosh, për shkak të pasionit që e ke? Është rresul momentin që ti je e vetmja femër, e ulur në një debat, ku janë gjithë meshkuj, ti automatikisht krijon natyrë defanzive. Edhe unë shpesh të më mirë të bëhem ujk do të thot e të më hanë, se sa të më vranë në fakt, se sa dele të më hanë. Preferoj me qenë ujk, se sa dele. Sepse nëse ti vendose dhe shkon aty vetëm për ndoshta t'ju nështru apetiteve ose orekseve çfarë ata kanë për të thënë, atyre e ke humbë identitetin tënd edhe humbë loj. Kështu që deri tani ma ka qitë shumë mirë përderisa kam jetë gjatësi në gjëra që i bëj. Ndërkohë e përmendet ti këtë pjesën e bukurisë, po nuk është që si e komentua dhe ti, për shembull, që dy titu i paskëm këtu, Qeqa shkëlqen me stil elegant dhe gjithë vëmendjen e merr ajo. Shqyqër një titull i mirë, ashtu. Pastaj po, edhe një titull i mirë, format bombastike, Qeqa Krelani, gjithnjë super seksi, gazetarja ngret temperaturat. Temperaturat. Ndoshta ka qenë ftohtë atit, po kështu janë shkrimet. Tani, kjo është një diçka që natyrisht nuk të letë qetë. Po. E merr me veten në shtëpi, e mendon, reflekton, të ka lëndu ndonjëherë? Më lëndon, akoma vazhdon me më lëndu, sepse krejt që a shohin është, do të thot, aparenca, që i thonë, po nuk mund është me gjyku një libër në bazë vetëm të faqes parë ose kopertinës. Mundet me pas një titull libri që mundet me qenë shumë jo tërheqës për ty, po mrena me qenë koncepti ose me pas një përmbajtje të mrekullueshme. Kështu që unë e kuptoj edhe pse ka reagime, sepse edhe ne, për shembull në rrjetet sociale, postojmë foto të cilat ndoshta munden me u duk provokuese për audiencën, mirë po, unë nuk e shoh që vetëm ne vajzat e sportit bëjmë postime, do thot, të natyrave të tilla. Bëjnë postime dhe kategori të ndryshme, po pse jemi ne të atakume vetëm me sport, unë këtë nuk e kuptoj. Do që tjetë, ju kam përshtypjen se e keni fitu një lloj beteje, nëse mund ta quajmë, sepse ka shumë vajzat. Nëse ti ke qenë e para, tash ka shumë vajzat e tjera. Dhe kjo është një arritur për gazetarin sportive femrore, po them. Kjo ka qenë, do thot, edhe qëllimi im, misioni im, që me hek unë pak që ma vonë ta kenë të tjerat më lehtë. Edhe ja kam dalë. Kështu që... E kemi një let tjetër me disa personalitete ku ndërta është edhe Pep Guardiola aty. Po. Oke, Infantino. Qëfar janë këto fotografi? Qëfar historish kanë? Këto janë momente shumë të veçanta, sepse personifikojnë, do të thotë Qeqën në periudhat të ndryshme, ku edhe mbrapa gjithë këtyre fotografive ku mund dukemi bukur, është bërë shumë punë e madhe. Sepse nuk është kjo lotari, do të thotë që Guardiola, pastaj presidenti i FIFA-s Gianni Infantino, kryetari i Suarez Balimuare, që më ka dhënë mirë njohje, dhe një prej sportistëve më të mirë që ka pas futbolli, është kushtrimi, do të thotë, nuk kanë lujt loto dhe me kap atë topin edhe me dal emri im dhe me ndodh këto foto. Do të këto janë momente me cilat unë qysh fëmi është dashur që të punoj edhe të kem disiplin, po të kem jetën kohë dhe pasion në mënyrë që në fund kam një rezultat ku unë jam krenare për çka kom bo. Këtu për shembull unë s'di çka kom menu që kom nu çka sen në kry. Kom qenë shumë e vogël, shumë 16 vjeç, a 17 po e majnë ben mirë, shumë e vogël edhe e kom prezentu me njëherë... A të tregoj që me këto të mbajnë mendun? A mbajnë mend, ja. O, zot, të kujtohet një femi një jetë të tërë. Një jetë të tërë, po. Po pra, edhe nuk e kuptoj qa kom bo, por e di që me njerë pas përfundimit luftës, jam zgjedh që ta prezentoj një ceremoni shumë madhështore që sot është tradicionale, laureatet e vitit,
ku mblidhen sportistët më të mëdhenj të Kosovës, edhe kisha privilegjin që ta prezentoja. Edhe me qëllim shumë mirë do të thotë që është kjo foto, sepse me tregu që nuk më ka ardhur e gatshme asgjën këtë jetë në pijat. Okej, faleminderit shumë, po me Pepin dhe Infantinon. Po, këtu kemi Këto i ke bërë publike historitë. Po, pa tjetër, edhe janë momente, sepse janë dy njerëz, në fakt këtu, Pep Guardiola ka bërë dihet revolucion me futbolin, edhe veç një pyetje kom dashur m'ia bo aty në takim, ka qenë pse e zgjodhe Manchester City e jo Manchester United, sepse kishte ofertë sidomos nga Alex Ferguson, që ta përfaqësonte një skuadër tradicionale, thash pse zgjodhe do të thotë një skuadër pa njohur përballë traditës. Edhe tha që është ajo çka mu më identifikon në jetë është besnikëria dhe fjala e dhënë. Ja kështë dhënë fjallën ish drejtorit sportiv të Barcelonës, i cili, sepse ky ka qenë i panjohtur, ka qenë do të trajner në Barcelonën B, edhe gjithë ishin protest, sepse si ka mundësi që drejtori sportiv i beson, do të thotë, vendin aq transishëm të një skuadre gjigande, një njeriu të panjohur në botën e trajnerit. Po, kur ka shku pastaj në Barcelonë dhe u bo historia jo pjesë. Dhe tha që mu dërsh që t'ja ktheja borxhin, për shkak që ai kishte besu dikur në mua dhe i kam thënë që dhe nëse shkon në ekip dytë si drejtor sportiv, në një ekip të treta që a dion, unë do të vi me ty. Po, dhe një treta, ko diçka vjen me ty. Patjetër, po. Okej. Tani, nga futbollistat që i takon, këta tonët, kanë arrogancë? Apo janë humble, kështu po them? Unë i takoj kur bëj intervista me ta, edhe të gjithë nuk kanë qenë humble, do të si me thonë, nuk kanë qenë modest, sepse dikur Kosovën e përdornin thuaj se po vinin për pushime, në kupton, edhe e përdornin pastaj për të ushqitur në skuadrat ku e kishin misionin e tyre. Po tash gjithçka ka ndryshu. Pra vinin si superior. Vinin si kur mendonin që po ju shkruajnë 5 yje mball. Kuptan? Do thot e keq kuptonin që është me përfaqësu fanella e Kosovës, edhe mendonin që universi sillet rreth tyre, mirë po tash gjithçka ka ndryshu, sepse ndoshta ka ndiku dhe mos eksperiencat që kishin, po tani gjërat janë ndryshe resul, duke në falendru dhe neve gazetarëve të cilët vazhdimisht kemi bërë zhurmë, për shkak që ka pas momente, se ti din unë s'kam filter shumë kur flasë, ka pas momente që, për shembull, në përfaqësuesin e Kosovës vinin futbollist, edhe të nesërmen dilnin të dehur në stërvitje, për shkak që ishin të nxënë duke kalu momente në ndonjë klub të natës apo ku digjon. Do të kanë qenë gjëra skandaloze për të cilat edhe ne si gazetari kemi rujt shumë ata futbollist, sepse kishim mundësi që t'i ekspozonim qysh kanë bo në Angli gazetar, qysh kanë bo për shembull në Spanjë etj. Dhe sot ekziston një disiplinë që tregon edhe rezultat, pra ki pa që për herë të parë ne jemi inkuadru në Ligën B, për herë të parë kemi hyrë në play-off edhe për pak u kualifiku në kampionatin botror, kështu që kritika nuk është ofendim, kritika nga njerë është trokitje në derën tënde cilën ti ndoshta ke vendosur që, ose mendon që bota sillet rreth teje, mirë po në njërin anë ose në anën tjetër je një futbollist, je një ushtar dhe një qytetar i barabart me gjithë neve, por për dallim për neve je më i privilegjuar përderisa vesh fanellën e Kosovës. Pra tek ne ka pas gjëra të cilat seriozisht, nëse kishin zgjat, unë mendoj që kishte me u bë ndonjë skandal shumë i madh. Po sot është një frym shumë e mirë, është një përfaqësuese shumë e shëndetshme, një federat ku do thot nuk bën më përgdhelje të futbollistëve. Është dashur të kaloj kohë, prandaj është e rëndësishme përvoja, patjetër, të cilën nuk e kishim dhe tash e kemi.
jemi më të konsoliduar. Faleminderit shumë për këtë pjesë, do ta bëjmë një shkputje publicitare, marketing dhe kthehemi në pjesën e fundit.